po për mua, ky qytet më ka dhënë shumë, më ka ndërtu mu, personalisht, qindra mira tjerë juve. Edhe një farë mënyrë tonë janë më ka pak bërq, e unë e shumë një bërë ndaj këtij qyteti. Edhe dëshirën edhe emocionin e kam pas, edhe kam për këtë qytet me pas sa më mirë. Po fatkeqësisht, Prishtina dëshirë si me qenë e mallkuar në udhëheqje. Nuk janë këtu të fundit. Prishtina tash e 12 vjet, se pako tash e 12 vjet, është humbje kohë, ka humbë kohë shumë. Prishtina ka humbë që 12 vjet, gjigant. A di çka ka mund mendohet 12 vjet për Prishtinën? Çdo të bëje po të ishe ti, zoti Limaj. Po transformim. Me këtë buxhet që ka. Po veç po tham. Që 20 vjet Prishtina s'ka spital. Do ta ankoshe pse po të ndal ai ky. Jo, s'kam punën me qeveri hiç. As që kisha menuar kam qeveri qendrore me atë buxhetin që ka Prishtina. Prishtina ka krejt mundësitë buxhetore në shumicën e punëve me transformu qytetin. Ka edhe projekte që duhet ndihmohet nga qeveria. Po Prishtina ka pas buxhet mjaftueshëm me bën transformime të mëdha këtu, sepse për 12 vjet ka pikëshën e vitet buxhetore ty në gjithë ju kanë të pru parat. Suficit, po. Suficit me gjallë 70%, sepse sy ne kanë shti parën në veprim. Çfarë do të thonë? Prishtina si mungon një spital. Tash e 20 vjet kush dhe fushata e premton. Prishtina s'ka për shtëpi kulturës. A dini ju se qytet ka Prishtina s'ka shtëpi kulturës. Prishtina s'ka një qendër rinore. Përballë neve këtu me dalë me përballë studios juve e ki pallatin e rinis. Është turp që së vjet mos me kon gjendje me revitalizu këtë pallat që ka qenë krenaria e Kosovës, jo veç e Prishtinës. E emocioneve, e kulturës, e sportit, e të gjithë ne kemi ëndra në atë pallat, si dje me vajzat të reja. Do që 20 vjet s'është punë i pallat, sallën e madhe, zjet kujtohet ty. Sot më shkon në sallën e madhe të pallatit e Nis Borramizi, e ki parking brenda ose ki magazina. Dikur në atë pallat prej koncerteve deri te ndeshjet e handbollit. A s'është betej grupet të interesit Limaj mbase? Po pra, a do të kishte lejuar? Po s'nduar, po për ata po thamë është dështim total. Një kryetar komune më sfari ka qëndosh me kyçet punë këtu. Ki 100 gjëra që Prishtina ka mund të transformojë. Arkitektë nga Londra, zoti Limaj, me lloj. Tani ka edhe të tjerë që po t'ishe Prishtina nuk ka qytet i rëndomt. S'du t'ish për filli qytetet e tjera, por është një si e veçantë. Po është kryeqytet dhe nëse u kujtohet juve në 2007 unë kam propozuar Unazën. 2007 Unaza rreth Prishtinës. Ta sot po e përmend. Unaza 2007. Ajo Unaza do të më përfundua atje. Ndryshe do të ishte Prishtina e re. Ndryshe do të ishte zhvillimi i Prishtinës nga Brnica. Ndryshe do të ishte zhvillimi i Prishtinës nga Mati e Zatari. Andaj kit fest ato. Po natyrisht. Po se kam pas emocion. 200 bledi dhe çmimin, 220 milionë euro ka kushtuar Unaza jashtë. A do t'i bëjë Limaj në perspektivë? A do ta bëjë këtë dyshim në Prishtinë? Jo këtë, ti për 3 vjet. Nëse jo vetëm për vot. Po jo për 3 vjet besoj kishën jo Prishtinë. Për 3 vjet besoj kishën jo Prishtinë. Shumë më rëndësi në çka futesh. Një rrugë C, do rrugë atje që kanë mbete, që po kalojmë ka çka për me dalë në Prishtinë e re. Një javë punohet, një muaj punohet. Atje si hapet mundësi kompanisë me punu. Del dikush e blokon. A vëden, këtu janë ta carojnë këto kur të shënë? Shumë. Mbje keq që po humbim ko. Po i 12 vjet i ka humbur qyteti, shumë janë me humbur 12 vjet. Kemi një zhvillim kaotik të qytetit tonë.